Përshëndetje të nderuar miqtë e mi. Ja ku po takohemi sërish të bashku në kanalin Monitor TV, këtë herë për të sjellur pranë jush momentet e surprizës së natës së mbrëmshme. Egli, Gjesti, Laerti dhe Rozana, 4 finalistët, natën e mbrëmshme patën fatin që të dalin nga 4 muret të izoluar dhe të shohin përtej saj, të shohin larg saj dhe të shohin Tiranën e tyre të dashur. Për Rozanën, Laertin dhe Eglin, në fakt për Rozanën dhe për Laertin më shumë se 100 ditë, për Eglin, Egli e ka parë Tiranën sepse pati një dalje, ndërsa për Gjestin një izolim 200 ditësh po dilte në Tiranë. Të sponsoruar nga Buli Momo, që në fakt Buli është nga Shkupi, personazhi i cili po shëtit Gjestin dhe po knaq zemrën e Gjestit me makinat e tij luksoze, me një super BMW, në fakt ishin që të dyja BMW. Banorët po shijonin të gjithë kënaqësinë dhe po e përjetonin shiun e bukur që lagte mbrëm Tiranën. Në fakt, gjatë rrugtimit të tyre që bën të mbrojtur nga policia e shtetit në për të gjithë Tiranën, duke ikur nga Kashari, duke kaluar për tek Tajvani, më pas duke kaluar tek godina e parlamentit, tek qyteti studentit dhe më pas për të arritur përsëri tek godina e Top Channelit, banorët në një farë mënyre shijuan një xhiro shumë të bukur, duke takuar pak e shumë nga makina edhe fansat e tyre. Jo që fansat nuk dëshironin t'i takojnë, por do me thënë lëvizja e banorëve ishte aq e shpejt me makina, sa që edhe fansat nuk arrinin dot që t'i shohin. Deri në një moment, Gjesti, Egli, Rozana dhe Laerti kishin dritaret e mbyllura të makinave, më pas me një urdhër të vllaut të madh normalisht nga i gjithë stafi Top Channelit që i shoqëronte dhe qëndronte me to, ishte një shëtitje shumë e bukur ku banorët nxorën atë të cilën e kishin akumuluar. Unë në fakt them që kur jemi të mërzitur, ik në një mal edhe bërtit, po këto nuk ishin në punë mali, këto ishin nëpër qytet duke bërtitur dhe brohoritur për atë në fakt se çfarë po shijonin. Ishte një surprizë shumë e bukur, do të flas për të 4 për reagimet e tyre. Gjesti bëri ca reagime shumë të bukura, kuptohej që e kishte marrë malli shumë. Gjestit nuk i kthehej më në shtëpinë e Big Brotherit dhe në fakt kjo ndodhen është interesante dhe çuditërisht. Për shembull, një personazhin po ta izolosh në softë fillon edhe nuk i dilet nga shtëpia, po doli atëherë nuk dëshiron më të shkojë në shtëpi. E njëjta gjë ndodhi dhe me Rozanën në këtë rast dhe me Laertin dhe me Eglin. Domethënë e shijuan pafund momentin, u kënaqën, e shijuan pafund shëtitjen, u argëtuan pafund dhe e bën që të kënaqen mes njëri tjetrit. Kjo gjë mori një vëmendje shumë të madhe, mori një pozitivitet shumë të madh dhe u prit shumë bukur nga të gjithë fansat dhe shqiptarët. Edhe pse fatkeqësisht dita e dieshme qelloi që të jetë me shi në Tiranë, se po të ishte një kohë më e mirë, unë jam shumë i bindur që rrugët do të ishin të stërmbushura me qytetarë, ku do të kishin fatin të shikonin Gjestin, Eglin, Rozanën edhe Laertin. Dua të marr mendimin tuaj si e pat ju këtë surprizë.